Bashkimi Evropian duhet të marrë vendime shumë të rëndësishme për financimin e Ukrainës në samitin e udhëheqësve që mbahet këtë javë në Bruksel, por negociatat për përdorimin e aseteve të ngrira ruse për një financim të tillë po bëhen gjithnjë më të vështira. Kështu u shpreh shefja e politikës së jashtme të bllokut Kaja Kallas në lidhje me samitin e 27 udhëheqësve evropian, që do të mbahet të njëjtën në Bruksel dhe ku do të flitet për një plan për financimin e Kievit në vitet e ardhshme. Deklaratën Kallas e dha pasi Belgjika, ku ndodhet pjesa më e madhe e aseteve të ngrira të Bankës Qendrore Ruse, ka kundërshtuar deri tani planin për përdorimin e këtyre fondeve për të siguruar një rindërtimi prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën. Kjo lëvizje mbështetet nga një numër vendesh të bllokut evropian që argumentojnë se është mënyra më e mirë për ta ndihmuar Kievin që të adresojë deficitin buxhetor, ndërsa lufta me Rusin ka gati 4 vite që vijon. Por disa vende, përfshi Italinë, kanë lënë të kuptohet se ndajnë të njëjtat shqetësime me Belgjikën, qeveria e së cilës ka shprehur frikën se mund të përballet me disa reprezalje financiare dhe religjore nga Rusia, dhe këmbgul që vendet të tjera të BE-s ta garantojnë se do të ndajnë dhe do ta ndihmojnë në përballimin e këtij rreziku. Organi ekzekutiv i BE-s ndërkohë ka paraqitur ato që e quajnë mbrojtje me 3 shtresa për Belgjikën dhe organizatën ndërkombëtare të depozitave Euroclear, e cila ka nën kontroll asetet e ngrira ruse, por kjo nuk ka ndryshuar situatën. Javën e shkuar Banka Qendrore e Rusisë paralajmëroi se do të padiste Euroclear. Debati në BE për përdorimin e aseteve të ngrira ruse mbahet në një kohë që SBA po vijon përpjekjet për dhënien fund luftës në Ukrainë. Vendet europiane ndërkohë kanë shprehur shqetësimin se Washingtoni mund të përpiqet të jap fund ngrirjes së aseteve si pjesë e një marrëveshjeje armëpushimi mes Moskës dhe Kievit.